Posaçërisht dua të bëj një përkujtim të vogël për ato njerëz themelues të Partisë Socialiste në Sharkun e Shkodrës, të tillë si Medin Zhega, deputeti i Partisë Socialiste, legjenda e futbollit, deputetin socialist që theu i parë i akullin e fitoreve, Lek Çukaj, kryetarin e parë socialist Malsinë e Madhe, Perlat Ramçajn, poetin e lirikës shqipe Frederik Reshpja, mjekun e përkushtuar dhe human Dr. Skënder Zaimaj, muzikantin pasionant dhe të dashur për gjithë shkodranët, Kujtim Alia, profesorin e matematikës dhe diplomatin Shpëtim Lame, dhe përkujtojmë gjithashtu me shumë respekt Pal Markun dhe Halit Topallin. Respekt dhe nderim për gjithë këto personazhe dhe familjet e tyre. Ju falenderoj për vlerësimin dhe nderin që më bëhet. Por ky nder dhe vlerësim nuk më takon vetëm mua. I takon gjithë atij grupi që mori përsipër në ato kushte jashtëzakonisht vështira krijimin e një force të re politike të ndryshme nga ajo që trashëgua. Ky grupim, i cili me kohë erdhi duke u zgjeru, arriti që të krijoj, të organizoj një konferencë të jashtëzakonshme në teatrin Mëngjeni, ku po them për herë të parë publikisht na kërcënuan se do i hedhim ner, ku e fillum me 1 minutë heshtje për 4 dëshmorët i prillit, në ndryshim me burokratë e Tiranës që nuk lejon grupin parlamentar të marrësh 1 minutë heshtje për nder tyre. Po ashtu ishim të partë në Shqipëri që konferencën e bam pa fotografin apo bustin Enver Hoxhës. Njëkohësisht, në atë konferencë ne dolëm me një program të ri, dolëm me një pozim të ri për krijimin e një partie të re me emër Parti Socialiste, dhe ndoshta ishim partia grupi i parë që dolëm edhe në kongres me këtë propozim. Sigurisht, merita i takon gjithë shokëve, cilët në ato kushtet të jashtëzakonshme u mobilizuan dhe arritën me zgjeru rrethin çdo ditë më shumë. Aq sa e shihni vetë ku sot angazhohen dhe militojnë mira të ri, kryesisht e të reja në këtë parti që është partia vetme në Evropë që për 4 legjislatura fiton. Dhe me sa duket do të fitoj edhe të 5-ën. Bravo. Dhe ndoshta është e vetmja në Evropë, ndoshta gaboj, po partia socialiste në Spanjë duket ka fituar 3 apo 4. Edhe një herë i uroj kësaj parti jetë gjatë dhe sukseset më ateshme në ndërtimin e Shqipërisë së re. Faleminderit gjithë tyre. Përshëndetje gjithëve. Ju falenderoj shumë për nderin që më bëni. Në fakt, kjo mirënjohje dhe kjo dekorat nuk më përket vetëm mua. Më përket atij brezi që aq shumë luftoi për ndryshuar veten, Partinë Socialiste dhe Shqipërinë. Natyrisht, peshën dhe goditjen më të madhe ka marrë qyteti i Shkodrës, sepse ishte e qendra e qarkut. Por edhe ne të vegjëlit rreth rrotullt nuk ishim dhe nuk e kishim më pak. Përkundërzi, ka qenë një luftë që bëhej për jetën apo për vdekjen. Një luftë që mund ta zgjasojë gjithçka. Unë kam drejtuar një qytet me rreth 5000 banorë dhe 20 fshatra. Ishte pothuajse 1/3 e Apukës. Ishte fati që u bëra qytetari i parë në një farë mënyrë. Ishte një qytet industrial që u premtu shumë nga politika, sikur të gjithë ne do hashim me lugën e Floririt. Por për pak muaj ato morën edhe të dërurit. Dhe gelem edhe pa lugën e dërurit. Jeni dëshmitarë gjithçkaje. Uroj që Partia Socialiste të bëhet për ditë më e fortë. Por kërkoj që Partia Socialiste të jetë dhe të zgjedhurit e saj të jenë më afër njerëzve, sepse njerëzit kanë një mal me hallë. Është shumë e rëndësishme që të zgjedhurit e Partisë Socialiste të mos kenë nevojë të thonë hajde nesër. Hajde sot me përgjigjen e duhur, që nesër të bëhet realitet. Suksese dhe fitore gjithë. Faleminderit se ne
Faleminderit zoti kryetar i Partisë Socialiste. Ju faleminderit gjithëve. Edhe më falni për emocionet, se nuk është e lehtë të rikthehesh mas 35 vjeç në një mjedis kaq të mrekullueshëm, i cili ne në ato vite na mungonte. E tha ministri, rruga jonë s'ka kene lehtë. Jena nesh me pengesa, me vështirësi, me përnjekje, me sharje, me kërcënime, me pengesa për të zhvilluar aktivitete, dhe kujtoj sot një qershor tjetër të 33 vjetëve më parë, kur ne socialistëve të pak të fillimisht në numër, me mbështetësit tonë na u pengu takimi me kryetarin Fatos Nano, në ato që e konsideronin veten mbrojtës të kështjellës së demokratëve të Shkodrës. Nuk ishte e lehtë vërtet në ato vite të deklarohesh socialist. Konsiderohej herezi, por gra e burra, vajza e djem e kryesisht veterantë nderuar të luftës antifashiste nacional shkrimtare guxuan, jo vetëm u deklaruan socialist, por u bashkuan, u organizuan dhe i dhanë jetë një partije të re progresiste me tipare të vërteta europiane, e cila dal nga dal filloi të marrë për masat që sot unë i kam lakmimi ju thonë drejtën, dhe që më gëzon shpirti kur ju shoh të qeshur, të gëzuar edhe kështu festiv. Nuk e kena pas të lehtë, por ja dolëm dhe jam krenar që isha një nga ato qendrështar të cilët kanë shkruar historinë e vërtet partisë. Na i sot nga zemra ju uroj përfitore, për suksese, për arritje të reja, mos pari për një konfirmimin e një socialisti, një përfaqësuesi socialist në drejtimin e bashkisë, si t'ja ndryshojmë fytyrën edhe më shumë Shkodrës, dhe jam besim plot që në drejtimin e mençur kryetarit ton Edi Rama, Partia Socialiste do t'i kapërcejë gjitha sfidat e kohës dhe do t'a çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian si anëtare me drejta të plota. Ju uroj gëzuar 35 vjetorin, paqim vetëm suksese, faleminderit. Faleminderit. Ju përshëndes gjithëve, ju falenderoj për pjesëmarrjen, edhe për nderin që na keni bërë sot, për mirënjohjen. E kur i shoh kështu tanket kallëllëk socialistave, vjen vetëm me kujtu ato ditët e para, edhe më duket vetja shumë i vjetër, sepse në fillim kur kena fillu aktivitetin e Partisë Socialiste me ekipin e veteranëve këtu, unë kam qenë më i riu, e sot më vjen rrolla me përshëndetje me veteranëve